Përshëndetje miqini, duke dëgjuar edicionin informativ këtu në Radio Travel. Botswana arrin pothuajse zero transmetim të HIV te foshnjat. Në një hap të madh për shëndetin global, Botswana, një vend në Afrikën Jugore, ka arritur të eliminojë thuajse tërësisht transmetimin e HIV nga nëna tek fëmia. Një sukses që duket pothuajse i pabesueshëm. Vendi mori certifikimin Gold Tier nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke ulur transmetimin vertikal nga 40% në vitin 1999 në vetëm 1.2% sot. Ky model është një shembull ndriçues për botën, një dëshmi se edhe vendet me epidemi të lartë mund të ndryshojnë fatin e brezit të ri. Një histori që po tregon fuqinë e politikave të mençura, trajtimit të saktë dhe vendosmërinë për një të ardhme pa HIV. Botswana po shkruan një kapitull të ri shprehse për çdo foshnjë të lindur sot. Treni i mirësisë i një parashkollore nga Oxfordi mbledh mijëra dollar për një stre lokale qensh. Një djalë 4 vjeçar ka dëshmuar se edhe duart më të vogla mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm. Eston Peterson, një parashkollor nga Oxfordi, ka prekur zemrat e komunitetit të tij duke mbledhur mbi $2000 për qend endacak përmes një nisme të thjeshtë riciklimi. Projekti nisi si një detyrë shkollore e fokusuar tek bamirësia. Kur u pyet se cilën kauzë dëshironte të mbështeste, Estoni zgjodhi qenushët, sepse u trishtua kur mori vesh se shumë kafsh nuk kanë shtëpi. Ai që filloi si një përpjekje e vogël familjare, u shndërrua shpejt në një nismë të madhe të quajtur Treni i Mirësisë. Nga hëna deri të premten, familja mbushte bagazhin e makinës me thas, me shishe dhe kanaçe. Fshinjët dhe bizneset lokale nisën të sillnin donacione për ta ndihmuar djaloshën e vogël të arrinte qëllimin e tij. Të gjitha të ardhurat nga grumbullimi ju dhuruan një organizatë jo fitimprurse lokale, që prej më shumë se 30 vitesh ndihmon në strehimin dhe adoptimin e qenëve. Besti Barnaba, përgjegjëse për pranimin dhe menaxhimin e stres, vlerësoi empatinë e Estonit, duke theksuar se efekti zinxhir i punës së tij ka sjellë një ndihmë të madhe për organizatën. Energjia e erës tani pa mbetje. Një lajm shumë interesant vjen nga Kina dhe lidhet me energjinë e pastër. Kompania Mingyang ka prezantuar teun e parë të turbinës me erë në botë që është 100% i riciklueshëm. Ky te është mbi 110 metra i gjatë dhe përdoret për turbinat më të fuqishme që vendosen në det. Deri tani, problemi i madh me këto turbina ka qenë fakti që kur dalin jashtë përdorimit, tejet e tyre nuk riciklohen dhe përfundojnë si mbetje të mëdha që ndodhin mjedisin. Risia e Mingyang është se ka gjetur një mënyrë për t'i ndërtuar këto te pa materiale të ngjitura përgjithmonë. Ata përdorin një proces kimik të veçantë në kushte normale, pa temperatura të larta dhe pa presion, që lejon ndarjen e materialeve pa i dëmtuar ato. Kjo do të thotë që materialet mund të ripërdoren përsëri për turbina të reja, makina apo industri të tjera. Është një hap shumë i rëndësishëm, sidomos kur mendohet se deri në vitin 2050 priten miliona ton mbetje nga industria e energjisë me erë. Pra, jo vetëm që prodhojmë energji të pastër, por tani po fillojmë edhe të ndërtojmë atë në mënyrë më të zgjuar dhe më miqësore me planetin. Kirurgu që ecën 4300 km për fëmijët në nevojë. Një kirurg ortoped nga Adelaide, Dr. Matthew Hutchinson, ka përfunduar një udhëtim epik prej 4300 km përmes Shteteve të Bashkuara, ku ai la pas mjetet e kirurgjisë dhe veshi këpucët e ngjitjes për një qëllim të madh, të mbledh fonde për fëmijët në nevojë. Kur Matthew ishte i ri, një bursë shkollore i ndryshoi jetën, duke i dhënë mundësi të bëhej mjek. Sot ai dëshiron të japë të njëjtën mundësi fëmijëve të tjerë që kanë potencial, por pak mundësi. Gjatë kësaj aventure, ai ka mbledhur mbi $150,000 për bursa arsimore dhe çdo donacion shkon drejt për drejt për fëmijët që kanë nevojë për një shans të drejtë në jetë. Dhe me këtë lajm të fundit ne kemi arritur në mbyllje edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.